Përshëndetje të gjithëve. Sot jetojmë në një kohë ndryshimesh të shpejta, ku inteligjenca artificiale dhe realiteti virtual po ndryshojnë mënyrën se si mësojmë, punojmë dhe komunikojmë. Sipas kësaj mund të pyesim, si t'i ruajmë dhe t'i përcjellim vlerat njerëzore, nderin dhe fjalën e dhënë, besën? Për ta shqyrtuar këtë, do të imagjinojmë një takim mes dy personazheve, Matteo Falcone të Prospermrimes dhe Fetaut nga drama Besa e Sami Frasherit, dy figura të ndara nga koha, por të bashkuar nga bindja se njeriu vlen aq sa vlen besa dhe nderi i tij. Mirdita vëlla. Ke bërë një udhëtim të gjatë deri këtu. Më thuaj në këtë botë të sotme, mes kablove, kodeve dhe ekraneve, çfarë kuptimi ka për ty nderi? Tek ne, në viset tona, nuk e themi vetëm nder. E quajmë besë. Është një fjalë e shenjtë, kur e jep nuk është thjesht premtim. Ajo lidh shpirtra dhe zemra. Edhe nëse të kushton jetën, nuk mund ta thyesh. Edhe në Korsik fjala e një burri është si një gur i rënd, mbron derin e shtëpisë, të fisit, të tërë komunitetit. Kur ajo fjalë prishet, nuk dëmtohet vetëm ai që e dha, po tundet e tërë themeli i asaj që mban njerëzit bashkë. Por mendo pak. Sot fëmijët rriten mes rrjeteve sociale, videove, lojrave. Po sikur djali yt ta thyente besën. Po sikur edukimi që i dhe të mos mjaftonte për t'i rrënjosur në zemër këtë ndjenjë nderi? Kjo nuk është vetëm pyetje për mua. Djali im tradhtoi një bul që duhej ta mbronte, pa e kuptuar peshën e asaj që po bënte. Për mua, nderi nuk njeh mosh, as justifikime, ose e mbron nderin ose ai bie si një gur që thyen gjithçka. Edhe unë e pash djalin tim t'i largoj nderit të familjes. E doja, se ishte gjaku im, por s'munda t'i ktheja shpinën asaj që përfaqësoja. Të jesh prind nuk do të thotë vetëm të rritësh fëmijë, por edhe t'u tregosh me fjalë e me vepra, kufirin mes së drejtës dhe së padrejtës. Sot, kur e shoh botën nga larg, pyes veten, si të flasim për besën dhe nderin në një kohë kaq të shpejtë? Inteligjenca artificiale vendos diagnoza, shkruan tekste, udhëzon makinat, por a mund të kuptojë çdo të thotë të mos tradhtosh një mik? Si ta mbajmë të gjallë peshën e besës përballë këtyre sfidave të reja? Kjo është sfida që duhet diskutohet kudo. Arsimi nuk mund t'i mbyll sy para teknologjisë, ai duhet të integrojë këto risi, inteligjencën artificiale, mjetet digjitale, por pa e humbur thelbin, të rinjt të mësojnë të mendojnë, të kuptojnë, të kemë përgjegjësi për ato që thonë dhe bëjnë. Të krijojnë ura mes brezave që fjala besë të mos mbeten relike, por vlera të gjalla. Po, inteligjenca artificiale mund të jetë një aleate e fuqishme, mund të ndihmojë në mësim, në komunikim. Por kryesore duhet të mbetet njeriu. Të edukosh do të thotë të formosh njerëz të lirë që nuk humbasin integritetin. Në fund, sado që të ndryshoj bota, themeli mbetet i njëjtë, besa, nderi, mikpritja. Nëse arsimi i humb këto, humb arsyen pse ekziston. Nëse i mban gjallë, atëherë edhe teknologjia bëhet mjet në shërbim të njeriut, jo e kundërta. Ky dialog i imagjinuar na tregon se dilemat e sotme nuk janë aq të reja sa duken. Matteo dhe Fetau, nga dy tradita të ndryshme letrare, na kujtojnë se trashëgimia nuk është vetëm gjaku e toka, por edhe besa e nderi. Në një shoqëri që ndryshon me shpejtësi, sfida është të pajtojmë vlerat familjare me teknologjinë e re. Arsimi duhet të mbetet ura midis së kaluarës dhe së ardhmes për të formuar njerëz të lirë e të përgjegjshëm.